Në Malsinë e Madhe janë intensifikuar kontrollet në territor me qëllim parandalimin dhe goditjen e tentativave për kultivimin e bimëve narkotike që në faza përgatitore. Në këtë kuadër është finalizuar operacioni policor i koduar faza e parë. Si rezultati i këtij operacioni në fshatin Bajz u evidentua një numër i konsiderueshëm filizash të dyshuara kanabis të kultivuara në platforma polesteroli me synim mbjelljen e tyre në tokë. Gjatë ndërhyrjes, platformat me filiza u azgjësuan ndërsa një pjesë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Për këtë rast, policia arrestoi 3 shtetas, familjar mes tyre, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme. Ndërkohë, në vijim të operacionit në fshatin Gremir Çezme, në ambientet e një magazine u zbuluan platforma të tjera polesteroli me fara edhe filiza të dyshuar kanabis. Në lidhje me këtë rast, një shtetas është shpallur në kërkim, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e personit në kërkim, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë rast. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme hetimore.